Jemi në Himar, një ndër destinacionet turistike më të veçanta të Shqipërisë, edhe këtu policia e shtetit ka marrë masa për garantimin e rendit e sigurisë, por edhe për sigurinë detare, për sigurinë rrugore, si element kryesor të sigurisë që janë këtu. Për sa i përket sigurisë rrugore, dua të bëj me dije një risi që ne tashmë e kemi filluar gjatë këtij viti, ku kontrolli kufitar detar do bëhet në det. Pra nuk ka më nevojë që jatet apo anijet lundruse që do jenë në det të vinë tek pika e kalimit kufitar, por ne do të shkojmë aty tek ata dhe do të bëhet kontrolli direkt në sistemin TIMS, ku do hidhen të dhënat e të gjithë pushuesve që vinë dhe frekuentojnë Bregdetin tonë. Është për herë të parë këtë vit dhe kjo është patjetër një zhvillim shumë i rëndësishëm për të rritur cilësinë e shërbimeve policore, për të ofruar më shumë rend, siguri dhe siguri detare.